Po nga ana tjetër, po nga ana tjetër, pse qytetarët dhe populli është kaq i fjetur teksa qeveria është zhytur me skandaleve? Por sepse atë që e kam shtjelluar me kohë që populli nuk është se është populli i fjetur, po ta shohësh njerëzit nëpër kafenera, nëpër biseda familjare, nëpër shoqëri, të gjithë kërkojnë, po kërkojnë diçka ndryshe. Jo këtë. Po pra, po s'ngrihen. Po pra, kërkojnë diçka ndryshe, duhet dëgjoj që dikujt t'i dhëmbi duhet ta pickosh. Nëse ti nuk e pickon, atij s'ka për t'i dhëmë të kurrë. Me fjalë nuk i dhëm gjë. Po duhet dish ta pickosh, pra ajo pra që them fryma. Po duhet t'japësh një kaos, duhet t'japësh besim. Po çfarë besimi më jep ti mua që ti më thret protest, unë vim protest, pastaj ti ma mbyll edhe unë ikë. Unë kam marrë për të rrugë këtë qeveri. Dhe si është e mundme që në të gjithë fjalimet e tyre nuk u tha një herë të vetme që Rama ka ndërtuar mafian shtet. Po jemi në mafia shtet, këta nuk duhet ta pranojnë. Domethënë në çdo emision timin unë e kam deklaruar, në çdo shkrim timin e kam deklaruar. Rama ka ndërtuar mafian shtet. Dhe pse? Sepse vetëm në një mafia rrëmbehen njerëzit. Vetëm mafia është ai që cakton, ka një kryetar dhe Rama është kryetari i mafias. Rama nuk është kryeminist, është kryetari i mafias. Këtu Rama komando gjykatën, Rama komando median, Rama komando partinë, Rama komando politikën, Rama është i dërguar i Sorosit si lider i Ballkanit dhe është dhënë detyrë po ja u ripërsëris, le të lodhen, le ta dëgjojnë. Është caktuar nga Gabala, nga Soros, nga masonët, nga rëshfillë, nga ky grup kriminal është caktuar që ky duhet rinë në çdo kusht dhe në çdo formë, çdo çmim duhet rinë pushtet. Duhet ta mbajë Shqipërinë, se Shqipëria është qerë dhe Sorosit. Dhe unë jo pa qëllim thash. Trumpi bëri atë vendim pikërisht është për Shqipërinë, ta kuptojnë mirë. Dhe këta që ngrihen protest, nuk është se do ta rrëzojnë, e di shumë mirë me që se rrëzojnë Rama. Sa rrezikohet, po e di Rama në këtë rast. Po e di Rama në këtë rast, sa rrezikohet sa i përket qoftë vendimit të Trumpit nga një anë, por edhe veprimit të vetë Spakut që ka shkuar në dyert dhe në zyrën e zëvendës kryeministres. Rama është me bilet të prerë, dhe unë ju kam thënë kur kemi diskutuar në emisionet të tjera, ju pa ta thënë që deri në fund vitit dhe gjëja do zgjidhet dhe urdhëra bujo mos zgjidhet. Ai vendim i dal nga Trumpi, i firmos nga Trumpi, po i dal nga Kongresi Amerikan. Që nuk është vetëm thjesht vendimi personal i Trumpit, po është nga Kongresi Amerikan. Duhet ta kuptoni mjaft mirë. Duke qenë se Shqipëria është i vetmi vend që ka një gjykatë speciale ku ndodhet FBI-ja dhe DEA Amerikan. Tashmë nuk mundet. Pse? Dhe vet drejtuesi i Spakut sot e deklaroi prap atë që tha Dumani në parlament, ai e rikonfirmoi. Jemi një grup, tha, unë jam thjesht, po jemi një grup të cilët bëjmë bashkëpunimin me ndërkombëtar. Pra me FBI-n e ka aty. Dhe ai e rikonfirmoi. Rama politikisht është i mbaruar. Unë ja kam thënë me kohë, Rama është politikisht është i mbaruar. Rama nuk shkel në Amerikë, Rama nuk shkel në asnjë vend dhe ajo që ishte kryesorja. Po kthehen prapë te protesta. Ta lidh domethënë me protesta. Po si Superman një herë, domethënë gjithë korrupsioni që ka ndodhur në Bashkimin Evropian. Si nuk u përmend një herë ajo që Orbani bëri atje. Që u detyruan të gjithë u çunë nga salla dhe hikën me vande lindje, me vande kurrë, çfarë janë këta? Se kur unë ju deklarova publikisht tyne që nuk duhet futem në kooperativë, se Bashkimi Evropian është një kooperativë e cila vjedhet zotëri. Ati vetëm vjedhet, nuk bëhet asgjë tjetër. Dhe të gjithë heshtën. Këto vazhdojnë akoma do fusim Shqipërinë në Europë. Europa përshkatërrohet, BE përshkatërrohet. Këta thonë do fusim Shqipërinë në Europë. Nuk kanë asnjë lloj vizioni. Këta mendojnë, unë kam thënë, këta presin pi fiku poshtë, ta hapin gojen, po mos ta preken as me dorë si bojnë durët pis, ti nuk merret pushtetin në tavolinë, nuk merret pushtetin. Dhe sot ata deklaruan që pushteti nuk u merr ka me votë.
Po që kur e kemi thënë që pushteti nuk merret me votë? Çish para zgjedhjeve? Po si rrëzohet Edi Rama atëherë? Rama, po ta them, Rama rrëzohet vetëm nga Amerika. Mua më vjen keq që e them këtë. Sinqerisht më vjen keq. Po e vetmja shpresë për të rrëzuar Ramën është drejtësia amerikane. Dhe tek Rama do përdoret plani B. Unë nuk kam thënë Amerika ka planin B për Ramën. Pse? Dosja me Goligar dhe Sinaloa janë hapur. Lidhja me agjenturën kineze, që këta nuk e besonin që Rama është i lidhur me agjenturën kineze. Ju kam thënë me kohë, Rama ka ndërtuar një kompani në Francë dhe nga Franca e kanë transferuar në Amerikë dhe kjo është kompania kineze. Dhe të kesh një qeveri të tillë, se këtu është forca opozitës pra. Kesh një qeveri të tillë, e cila vetëm me akshin, siguria kombëtare, sa herë ju kam thënë që Rama ka prek sigurin kombëtare. Sa herë e kam diskutuar që Rama ka prek sigurin kombëtare zotëri, se ka marrë dhe ka vënë në Shqip ka vendosur një njeri që është heq nga Kosova, është heq e padyshurueshme. Lidhe me Beogradin. Dhe ti e more e vune kryetarit të Shqiput. Dhe absolutisht s'është ndjerë s'kush. Rama ka kap gjithë pushtet. Rama ka presidentin, Rama ka parlament. E shikoni si po e përdor parlamentin sot? Si barrierë ka shi spakut. Po, do kalojmë nga aty. A ishin këta që deklaronin që thonin do japim mandatin, do e heqim mandatin me kërkesë spaku dhe sot bëm barrierë. Pra, pse e bëm barrierë Rama? Rama nuk e bëm barrierë se do drejtësi. Rama e bën barrierën pikërisht për atë që unë ja u kam deklaruar me kohë, që ky e ka urdhër nga Sorosi që ky duhet të rrinë pushtet në çdo kusht, me çdo çmim, dhe ky është çmimi që do paguaj Rama. Mund ta zgjasë ditë 2-3 javë, nuk di, po Rama do ta paguajë këtë çmim. Nuk pranon Amerika të dështoj ka shi një personi të tillë. Për sa kohë vetë Amerika e ka shpallë Sorosin, organizat terroriste, pa tjetër më. Nuk kam nevojë unë qisë Partinë Socialiste, si që dalin ca bite e komunistëve, e kriminelve dalin e thonë dalin të ashim të heqim se Partia Socialiste ka arritë kështu e sepse duhet të qisim jashtë, jo më jo, duhet qisë Sorosin jashtë, se Sorosi është të gjithë politikën shqiptare. Sorosi është të gjithë politikën shqiptare dhe për 35 vjetë këta kanë bërë politikën e Sorosit. Prandaj janë të trysnuar këta dhe prandaj nuk i përmendin këta. Dhe prandaj nuk veprojnë këta kundër Sorosit. Dalin ca njerëz kotëm kot, pa pesh, pa drejt, pa shejtan, edhe bëjnë sikur po e luftojnë. Po realisht një veprim kundër Sorosit këta nuk e kanë. Qysh ardhe Tramit në pushtet. Deri sot një veprim kundër Sorosit nuk është bërë. Dhe Sorosi ka kap të gjithë politikën shqiptare. Filloi me Qorra, me Morra, me Llapa, me Papa, me Berisha, me Rame, me çin dush. Me këtë dush. Ministrin e drejtësisë ta mori Sorosianën prej anej ta sollin në Shqipëri. Ju pata thënë që Belinda Balluku u vënë sekond fundit. Zëvon kryeministri se s'ka qenë. Ishte e Sorosiana tjetër, Lea Ypi. Ajo ishte për ta. Se do e silltin kanë laboristët e anglisë. Dhe këta nuk po kuptojnë, nuk po kuptojnë atë që lufta kundër Sorosit, se Shqipëria është bërë qerdë, është qerdë e Sorosit. E gjithë politika shqiptare, pa përjashtim të asnjëri. Dhe këtë deklarat nuk e kam bërë as sot, as dje. Tek deklarat, jo vetëm e kam bërë në mënyrë linare në gjithë vitet, po edhe kur kandidova atëherë për primaret, ja u kam bërë në mes të partisë. Dhe ju thash, këtu, po nuk firmosi Sorosi, nuk fiton njëri. Dhe kur zgjodhët, para se të zgjidhte Shaban, para se të plasë skandali, unë kam bërë artikull dhe kam thënë. Avokati popull dhe ai njeri që do firmosi Sorosi. Dhe u vërtetu. U vërtetua kjo që thash. Dhe ata
firmosin gjithë, ju plasi bomba në dorë si i nxorra firmat. Se as kishin për të folë fare. Vete po. Ju plasi në dorë. Pra ne nuk e përmendën Sorosin, thash. Pra ne nuk u përmendën as i fjalë për Trumpin. Pra ne nuk u përmendën as i skandal në Bashkimin Evropian. Se ju do shihni që Rama dhe Shqipëria është zhytur atje në Bashkimin Evropian në korrupsion. Se ato tendra që janë bërë këtu. Me urdhën e Bashkimit Evropian. Dhe do dalin, të gjitha do dalin. Dhe unë pranoj them Rama e ka të prerë mandatin nga Amerika. Unë jo pa qëllime ka thënë Rama ta zgjedhë, do e bëj burgën Shqipëri apo në Amerikë. Rama po iku në Amerikë, ike me bilet të vajte, nuk kthim nuk kam më. Është mbaruar kjo. Tash, siguria kombëtare në Shqipëri dhe presidenti i Republikës nuk thret një mbledhje, keni parë një mbledhje të këtij kapitalit që rri atje, që të mbledhis për siguri kombëtare? Absolutisht asnjë lloj veprimi. Pse është komanduar dhe i kap në Ram. Parlamenti po. Pushtetin po e ka të gjithë vetë. Policin po. Qa doni? Gjitha i ka. Vetëm Kespaku, kur është rikthyer, që u rikthyer FBI-ja, në atë moment nuk pat më fuqi ky Kespaku. Flasim drejt. Shifti skandalit që dalin. Po të shi, jo vetëm retorik, konstatime, me që do edhe Rama, me lule, pse hodhe 2 molotov aty. Pra do 2 molotov vajte në herë dhe njerëzit aty. Ç'është protesti bëhet dorën 6 darkës. Nëse ti ken men me hudh Ramën dile bëhet mjes protesti. Bëhet ditën me diell. Nuk bëhet protesta në 6 darkës në 7 darkës. Ku ka protesta në 6 darkës? Në 6 darkës mund të rishti, mund të zgjasësh protest, po protesta fillon në mëngjes. Aty janë zyrtarët, aty janë njerëzit.